Ata nuk kanë flamur, nuk kanë ushtri, nuk dalin në zgjedhje. Megjithatë, prej më shumë se 2 shekujsh, emrat e tyre përmenden sa herë bota tronditet nga luftrat, krizat dhe ndryshimet që prekin miliona jetë. Në errësirën e historisë, aty ku dokumentet janë të pakta dhe misteri mbizotron, lindin rrëfimet më të fuqishme, shoqëri të mbyllura, rituale sekrete, simbole enigmatike. Për disa ato janë thjesht vëllazëri filozofike, për të tjerë janë arkitektët e padukshëm të botës moderne. Emrat e tyre përsëriten prej shekujsh, iluminatët dhe frimasoneria. Por përpara se të flasim për komplotet dhe hijet, duhet të kthehemi te faktet. Në vitin 1776, në Bavari, profesori filozofisë dhe së drejtës Adam Weishaupt themeloi një shoqëri të vogël sekrete në një Europë të sunduar nga monarkitë absolute dhe autoriteti fetar. Weishaupt besonte se njeriu duhet të çlirohej përtej arsyes, dijes dhe arsimit. Ai e quajti rendin e tij iluminatët, të ndriçuarit. Qëllimi nuk ishte pushteti, por ndikimi intelektual. Iluminatët rekrutonin akademik, jurist, zyrtar dhe student. Ata përdornin kode, pseudonime dhe hierarki, jo për komplot, por për mbjetesë në një sistem që ndëshkonte mendimin e lirë. Megjithatë, frika ndaj tyre u rrit shpejt. Autoritetet bavareze e shpallën rendin të paligjshëm në vitin 1785. Arkivat u konfiskuan, antarët u përndoqën dhe iluminatët u shpërndan. Historikisht, rendi pushoi se ekzistuari, por miti sapo kishte lindur. Frimasoneria ka rrënjë më të thella. Ajo lindi nga gildet mesitare të ndërtuesve të katedraleve, mjeshtër që ruanin sekretet e zanatit të tyre. Me kalimin e kohës, masoneria u shndrua në një vllazëri simbolike dhe filozofike. Në vitin 1717 në Londër u themelua lozha e madhe e parë moderne. Masonët nuk adhuronin pushtetin, por vetëpërmirësimin. Simbolet e tyre, kompasi, katrori, guri i papërpunuar, përfaqësonin ndërtimin moral të individit, por sekreti i ritualeve, betimet dhe struktura e mbyllur krijuan dyshime. Kisha katolike, regjimet autoritare dhe diktaturat i pan masonët si kërcënim. Ata u ndaluan, u persekutuan dhe u demonizuan. Në shekullin e 19 dhe të 20, iluminatët dhe masonët u shndruan në personazhe të teorive konspirative. Ata u fajsuan për revolucionin francez, për rrëzimin e perandorive, për ngritjen e bankave ndërkombëtare dhe për luftrat botërore. Libra, pamflete edhe më pas media moderne ndërtuan narrativën e një elite të fshehtë që kontrollonte politikën, ekonominë dhe mendimin njerëzor. Simboli i syrit gjithshikues, i pranishëm në arkitekturë dhe në kartmonedha, u kthye në provë për një komplot global. Por historianët theksojnë një fakt thelbësor. Nuk ekziston asnjë dokument i besueshëm që provon ekzistencën e një organizate të vetme, të centralizuar dhe që sundon botën. Teoritë e fshehta lulëzojnë në kohë pasigurie, krizat ekonomike, pabarazia, luftrat dhe ndryshimet e shpejta shoqërore krijojnë ankth kolektiv. Në këto momente është më e lehtë të besosh se dikush tjetër është përgjegjës për gjithçka. Iluminatët dhe masonët u bën simbole të kësaj frike. Ata përfaqësojnë elitën, pushtetin e pakapshëm dhe mungesën e transparencës. Por e vërteta është më komplekse. Pushteti nuk është gjithmonë sekret. Shpesh ai është publik, ekonomik dhe institucional. Në shekullin e 21, miti u ringjall nga interneti, filmat, muzika dhe rrjetet sociale. Çdo simbol, çdo gest i një figure publike interpretohet si një shenjë përkatësisë në një rend të fshehtë. Por kjo botë simbolesh shpesh shkëputet nga konteksti historik dhe kthehet në spektakël. Iluminatët si organizat nuk ekzistojnë më, masonët ekzistojnë, por jo si sundimtar të botës. Sekreti më i madh nuk është ai që ata fshehin, por nevoja jonë për të besuar në një kontroll absolut. Në fund, ndoshta misteri nuk qëndron te shoqëritë sekrete, por te frika njerëzore, për të pranuar se bota është kaotike dhe askush nuk e ka plotësisht në dorë.